Vila e milionerit Arjan Kamberi ishte gjithmonë e qetë pas orës 21:00. Asgjë nuk lëvizte, as sera, as dritat, as zhurma e qytetit. Vetëm një heshtje e rëndë që binte mbi të sikur dikush e kishte shuar gjithë botën përreth. Për shumë vetë, ajo vili ishte simbol luksi, pasurie dhe kontrolli absolut. Por për Elinën, pastruese 26 vjeçare, ishte shumë më tepër se kaq. Ishte burimi i të ardhurave që e mbante në këmbë, detyrimi, por edhe frika e saj më e madhe. Ajo punonte aty prej gati një viti dhe kur nuk kishte pasur asnjë problem me Arjanin. Ishte tepër i rregullt, strikt, i ftohtë, një njeri që gjithmonë dukej sikur diçka planifikonte. Nuk ishte njeri me të cilin do të doje të ishe në borxh, as njeri me të cilin do të doje të kishe sekret. Por Elina kishte një sekret të madh, një sekret që rrezikonte gjithçka. Ajo e fuste në vil të fejuarin e saj, Redin Fshehurazi. Jo për t'i bërë keq askujt, jo për ndonjë krim, por thjesht për të qenë bashkë. Redia nuk kishte shtëpi, nuk kishte asnjë mundësi për të takuar Elinën tjetërkund, dhe ajo, e lodhur nga puna dhe nga jeta e pamundur, e linte të fshihej brenda për disa orë. E dinte që Arjani kthehej gjithmonë vonë dhe largohej herët. Kishte muaj që e bënte këtë, pa problem, pa zhurmë, deri sonte. Elina kishte mbyllur pastrimin e dhomave të sipërme kur dëgjoi Redin duke i shkruar në telefon. Redia, jam para portës së pasme. Më hape. Ajo mori frym thellë. Ishte e lodhur, por vetëm prania e tij e qetësonte. Shkoi drejt derës së pasme, e hapi sa me kujdes dhe ai hyri brenda me hap të shpejt, si gjithmonë duke e përqafuar fort. Më ke marrë malli, i tha ai duke qeshur lehtë. Mos bëj zë, i përshpëriti ajo. Sot nuk jam e qetë. Arjani më duket si nervozuar ditët e fundit. Është milioner, dashuri. Ata lindin nervoz, qeshi Redia, por ajo nuk qeshi. Mos e nënvlerëso. Ky njeri nuk është si të tjerët. E kishte thënë me një dridhje në zë, një dridhje që Redia nuk e kishte dëgjuar kur tek Elina. Por ai nuk e mori seriozisht. E puthi ballin dhe u futën në një nga dhomat e zbrazura të katit të dytë. Atje qëndronte zakonisht, i heshtur, i padukshëm, derisa Elina mbaronte punë. Ora shkoi 22:00, pastaj 22:30. Elina po mbaronte kuzhinën, duke e fshirë tepsi pas tepsi, tavolin pas tavoline. Kishte ende 2 orë para se të largohej, derisa ndodhi ajo që nuk pritej. Zhurmë, por jo zhurma e zakonshme. Ishte zhurma e derës kryesore që hapej. Elina ngriti kokën me sy të zgurdulluar. Jo, përshpëriti e zverdhur në fytyrë. Arjani kthehej zakonisht pas mesnate. Asnjëherë kaq herët. Ajo nuk kishte kohë. Duhej të paralajmëronte Redin. Por sapo u nis të vraponte drejt shkallëve, dëgjoi hapat e Arjanit. I qartë, i qëndrueshëm, po hynte në sallon. Telefonin nuk mund ta përdorte, zhurma do dëgjohej menjëherë. Duhej të gjente një mënyrë tjetër. Por trupi i saj u mpir. Kishte vetëm sekonda. Arjani hyri në kuzhinë më shpejt se çpritej. Ajo u kthye me një buzëqeshje të sforcuar. Përshëndetje, zotëri Arjan. Nuk ju prisja kaq herët. Ai e shikoi me sytë e tij të ftohtë, që gjithmonë dukeshin sikur gërmonin brenda njerëzve. Po, u ktheva më herët sot. Kam harruar diçka në zyrë. Ndodhi diçka e papritur. Ai shtoi, ti çfarë bën në këtë orë ende këtu? Nuk duhej të kishe mbaruar. Mbaroj pas pak. Po pastroja kuzhinën. Ai po vështronte rreth e rrotull, shumë më tepër se zakonisht, si një gjahtar që nuhat praninë e diçkaje të huaj. Dhe papritmas tha, kush është në katin e sipërm? Elina ngriti kokën e habitur, duke u përpjekur të duket e hutuar. Në katin e sipërm, askush, zotëri, jam vetëm unë. Ai nuk i hoqi syt. Sapo dëgjova një hap. Ndoshta era, përshpëriti Elina. Era nuk ecën, tha ai me ton të akull. Pastaj mori frym thellë, vështroi shkallët dhe nxori diçka nga xhaketa. Një armë. Elina u mpir. Ndjeu gjunjët i dridheshin. Zotëri, pse? Ai nuk e dëgjoi fare. Ka diçka në këtë shtëpi sonte. Dhe unë dua ta di çfarë. Në atë çast, Arjani nisi të ngjitej ngadalë në përshkallë me armën në dorë. Elina u përpoq të fliste, ta ndalonte, ta bënte të dorëzohej. Por zëri nuk i dilte. E dinte se nëse e pranonte të vërtetën, ajo humbiste punën, jetën, gjithçka. Por nëse heshte, Redia ishte lart. Një burr i pafajshëm, i paarmatosur, i panjohur.
ndërsa poshtë po ngjitej një njeri që nuk njihte faljen. Redia në atë moment ishte ulur pranë dritares, duke pritur Elinën që të ngjitej ta takonte. E dëgjoi zhurmën e derës poshtë. U ngrit në këmbë, zemra i rrihte fort. Hapi pak perde dhe pa dritën e makinës së Arjanit të fikur ende në obor. Dreqi e mori, pëshpëriti. E kuptoi menjëherë, Arjani ishte kthyer. U nis të largohej drejt korridorit, por ndërsa hapi derën e dhomës, dëgjoi hapat në shkallë, hapat e një burri, të rënd, të qartë, po ngjitej drejt tij. Redia kërkoi një vend për t'u fshehur, por ishte vonë. Shtrati, sirtari i madh, pas perdes, të gjitha ishin budallallëqe. Nuk kishte ku të shkonte. Në korridor u dëgjua klikimi i armës. Redia u shtang. Kushdo që je dil ngadalë përpara, foli zëri i Arjanit. Edhe një hap tjetër drejt aratisjes dhe të vras pa menduar 2 herë. Redia ngriti duart ngadalë dhe doli në korridor, duke shikuar armën që i drejtohej në fytyrë. Poshtë, Elina dëgjoi krismën e parë. Një goditje e rëndë, e thatë. Jo ende shkrepje, por dikush ishte goditur. Ajo vrapoi drejt shkallëve, duke bërtitur. Ndalo. Arjan, të lutem, ndalo. Ise e qello. Por Arjani nuk priste shpjegime. Redia bëri një lëvizje të gabuar, instinktive, ngriti dorën për t'u mbrojtur. Dhe atëherë, plak, zhurma e plumbit u shtoi në gjithë vilën. Redia u rrëzua mbrapsht duke mbajtur anën e barkut, ku gjaku po i dilte me shpejtësi. Elina ngjiti shkallët me vrap, duke u lëritur. Është i fejuar. Të lutem, se e vrit. Arjani u kthye nga ajo, i shokuar për një moment. Jo nga ajo që tha, por nga fakti që ajo po pranonte diçka. Diçka të pamenduar. Ai ngriti vetullat, i shtangur. Çfarë? I fejuar i yt. Në shtëpinë time. Për sa kohë? Elina po qante, duke u përkulur mbi Redin, duke i mbajtur dorën e gjakosur. Të lutem mos e vrit më. Nuk donim të bënim keq, vetëm donim një vend për të qenë bashkë. Ai nuk është hajdut, nuk është rrezik, është thjesht njeriu im. Redia mezi merrte frym. Siam armik, murmuriti ai. Por Arjani nuk e uli armën. Jo ende. Sytë e tij të ftohtë shihnin nga Elina, pastaj nga Redia. Ai nuk duke i zemëruar, duke i vetëm i tradhtuar, i lënduar. Në mënyrën e vet të çuditshme, Arjani kishte besim tek Elina, dhe ajo e kishte thyer. Ti fute një burr të panjohur në shtëpinë time, tha ai me një ton të thellë. Mua mund të më kishit vrarë. Mund të më kishit grabitur, mund të më kishit shkatëruar gjithçka. Jo, asnjëherë, bërtiti ajo, asnjëherë, ai nuk do ta bënte kurrë këtë. Unë nuk besoj tek të tjerët, foli Arjani duke rritur tonin. Dhe ti më dhe arsye. Pastaj duke i habitur të dy, ai ktheu armën përsëri drejt Redit. Ti nuk duhej të ishe këtu. Elina u hodh para Redit duke u lëritur. Atëherë u vrit edhe je. Së pëtër e ke asgjë. Dhe në atë sekond arma e Arjanit u ul. Heshtja u përhap në korridor. Sytë e tij të sertë ndryshuan. U fut brenda tyre një mendim tjetër. Diçka që askush se kuptoi. Ai mbushi mushkërit me frym dhe tha: Nëse vdes jeni të dy fajtor. Nëse jeton do ta shohim çfarë do bëhet. Pastaj mori telefonin, thirri ambulancën, por mbeti aty pa folur me armën ende në dorë. Duke i parë të dy si një gjykatës që po vendos nëse do i shpëtoj apo jo. Redia humbi ndjenjat. Elina bërtiti emrin e tij. Dritat e ambulancës po afroheshin. Por ndërsa zhurma e sirenave pushtonte vilën, Arjani tha ftohtë. Kjo histori nuk mbaron këtu. Dhe për ju të dy pasojat sapo kanë filluar. Sirenat u dëgjuan në gjithë lagjen e qetë të milionerëve. Ndriqimi i kuqe blu përplasej në muret e vilës së Arjan Kamberit, duke krijuar një atmosferë që dukej sikur paralajmëronte fundin e diçkaje. Jo vetëm të natës, por të jetës që Elina kishte njohur deri tashti. Redia u nxor me barel, i lidhur me pajisje oksigjeni, gjaku i mbuluar anën e majtë të trupit të tij. Elina qëndronte mbi të, duke i mbajtur dorën dhe duke qarë në heshtje. Nuk donte të jepte zë, mos vall dikush i thoshte të heshte. Mos vall Arjani i akuzonte. Mos vall policia e arrestonte. Ajo nuk mund të largohej nga ai. Jo derisa të merrte vesh nëse do jetonte. Por ndërsa po e futnin në ambulancë, mjeku i parë që kontrolloi plagën e pa me shqetësim. Plumbi është futur thellë. Nuk mund të preket këtu.
Duhet në sallë. Shpejt. Elina e ndoqi me sy, por dikush e ndaloi nga krahu. Arjani. Ai qëndronte aty, i qetë si gjithmonë, me sytë e tij të akullt që nuk tregonin as pendes, as frikë, as nxitim. Vetëm një lloj llogaritje e të heshtur. Një gjykim. Një analizë. Do vish me mua, tha ai. Jo. Elina ja tërhoqi krahun. Do shkoj me Redin. Ai u afrua i ftohtë. Në spital nuk je e nevojshme. Ai do marr trajtimin e tij. Por këtu ti duhet të më shpjegosh shumë gjëra. Me qetësi. Para se policia të filloj të bëj pyetje. Ajo ngriti kokën me sy të lotuar. Shpjegime. Ti e qëllove. Ti e vrave. Ai s'ka bër asgjë. Është i huaj në shtëpinë time. Çdo kush do e kishte bër. Toni that i hekurt. Dhe ti e di e rregullin tim të vetëm. Askush nuk hyn këtu. Ai nuk do të bënte keq. Ti nuk e njeh këtë botë, i tha Arjani duke mos e ngritur zërin asnjë grim. Njerëzit duken të pafajshëm deri ditën që s'janë më. E ka mësuar me vështirësi. Pse mendon se mbaj armë? Elina heshti. Eja, përsëriti ai. Tani, ajo hezitoi. Mbi ambulancë u mbyllën dyert. Makina u largua duke marrë me vete dashurinë, rrezikun, frikën dhe ndoshta jetën e Redit. Elina e kuptoi se nuk kishte zgjidhje. Nëse ikte me forcë, Arjani do e akuzonte për komplot. Policët që po vinin do e merrnin atë si bashkpunëtore. Duhej të qëndronte e qetë, të paktën derisa të merrte vesh gjendjen e Redit. Ajo e ndoqi Arjanin brenda vilës, ndërsa policia pyeste shoqëruesit e tij dhe sigurimin e lagjes. Vila tashmë nuk dukej më e njëjta. Drita të ftohta, gjurmë gjaku në shkallë, aroma e djersës dhe frikës në ajër. Elina u ul në koltuk. Arjani qëndroi përballë saj me këmbët e hapura, duart e vendosura mbi gjunjë, me një qetësi që dukej e frikshme. Tani fillon nga fillimi, tha ai. Sa kohë ke futur atë njeri në shtëpinë time? Ajo mblodhi frymën. Disa javë. Ai ngriti një vetull. Disa javë apo disa muaj. Ajo uli kokën. Afro 5 muaj. Ai mbylli syt një sekond, pastaj mori frymë thellë. Pra për 5 muaj më ke tradhtuar besimin. Nuk kisha tjetër vend. Nëse më kishe kërkuar ndihmë, do ta gjeje. Por të futësh një burr në shtëpinë time në fshehtësi është krim. Ai është i fejuari im. Vetëm donim kohë bashk. Arjani buzëqeshi për herë të parë atë natë, por ishte një buzëqeshje e çuditshme. E errët, jo njerëzore. Qenka i fejuari jot, tha ai duke tundur kokën ngadalë. Dhe për një burr ti rrezikove gjithçka, edhe jetën tënde. Elina nuk foli. Ai vazhdoi. Po pse? Çfarë ka ai që nuk e ke gjetur askund tjetër? Është imi, tha ajo e thjesht e pastër. E dua. Arjani e pa për disa sekonda, sikur po përpiqej të kuptonte një gjuhë të huaj. E dashuron? Pyeti me ton të ulët. Po. Ai ngriti kokën lart, sikur mendoi diçka të dhimbshme. Pastaj zëri i tij ndryshoi. Elina, nuk e ke iden se çfarë rreziku ke sjell në këtë shtëpi. Ajo ngriti syt, e hutuar. Që rrezik? Ai njeri nuk është kush mendon. Po e njoh. Nuk e njeh. Arjani u ngrit duke shkuar drejt një rafti të fshehtë pas librave. Preku një buton të vogël dhe një panel u hap ngadalë. Brenda kishte dosje, dokumente, fotografi, falca. Ai nxori një dosje të zezë, të trash dhe e hodhi mbi tavolinë. Redia, siç e quan ti, ka një dosje, dhe jo një të thjeshtë. Gjaku i Elinës u fto. Ç'po thua? Ai është ndjekur, tha Arjani. Ka qenë pjesë e një grupi që unë e kam hetuar prej një viti. Një grup që tenton të futet në shtëpitë e njerëzve të pasur për të marrë informacion, jo para. Informacion për lëvizje financiare, për llogari, për projekte. Informacion që shitet shtrenjtë. Jo, shkon. Ai nuk është kriminal. Të gjithë dashnorët e mirë duken e ngjej, tha Arjani. Deri ditën që zbulon kush janë vërtet. Ai hapi dosjen. Fotografi të Redit duke biseduar me burra të tjerë, duke hyrë në ndërtesa të dyshimta, duke marrë zarfe, duke lëvizur natën. Elina u mbulua me duar. Jo, kjo është trillim. Jo, kjo është e vërteta. Ajo u ngrit në këmbë. Ai nuk është spiun. Ai nuk është hajdut. Ai nuk është rrezik. Arjani u kthye drejt saj. Elina, ti e futje në vilën time për 5 muaj. A ke menduar ndonjëherë se pse pranonte të fshihej? Ç'përfitonte? Pse ishte kaq i gatshëm të vinte çdo ditë?
Ajo u rrëzua në koltuk. Ai vinte për mua. Vërtet mendon se një burr i pa punë, me borxhe, me probleme do të kishte luksin të rrezikonte jetën e vet, vetëm për një takim romantik. Elina uli kokën. Nuk donte ta besonte. Jo, kjo ishte një makt. Mendo, tha Arjani. Mendo pak. A të ka pyetur ndonjëherë për gjërat e shtëpisë, për oraret e mia, për njerëzit që vinë, për reflekset e alarmit, për dhomat që nuk i hap? Në atë moment, Elina kujtoi një detaj që e goditi si që kanë. Po, ai e kishte pyetur. Madje shpesh. Çka brenda ajo dhoma e mbyllur? Sa kamera ka vila? Kur kthehet zakonisht pronari? Arri vet natën? A ka roje? Ajo dridhi buzën. Ai donte vetëm të ishte i qetë, mendova. Nuk donte qetësi, Elina. Donte akses. Akses në një nga vilat më të kërkuara nga grupet kriminale në gjithë vendin. Sepse unë marr pjesë në projekte që shumë i duan. Sepse unë kam fuqi. Sepse unë jam objektiv. Ai mori frym. Dhe ti e solle objektivin brenda derës sime. Me duart e tua. Ajo shkundi kokën, sikur donte të flakte nga mendja realitetin. S'është e vërtet, po të them e vërteta sa po filloj. Dhe unë nuk kam për ta lënë asgjë të papërfunduar. Ai po i afrohej. Elina u mbështet pas murit. Ç'do të bësh me Redin? Pyeti ajo e drithëruar. Arjani e pa drejt në sy. Ai do jetoj. E thirra ambulancën. Nuk jam vrasës, por të betohem do zbuloj kush është. Pse ka ardhur? Kush e ka sjell? Dhe çfarë kërkon? Pastaj shtoi me një ton që ja ngriti gjakun e Elinës. Nëse është spiun, ai nuk do kthehet më këtu. Dhe ti po aq. Elina e ndjeu rrezikun. Tani nuk po fliste thjesht një milioner i zemëruar, po fliste një burr që ishte goditur në vendin më të ndjeshëm, kontrollin. Papritur, dera u hap me forcë dhe 2 policë hyn brenda. Zoti Kamberi, duhet të vini me ne për deklarat. Po ashtu edhe zonja. Zonja. Elina nuk e kishte dëgjuar kur ndonjëherë të quhej zonjë, por nuk ishte kompliment. Ishte një qortim, një dyshim. Arjani mbylli dosjen dhe e futi brenda gjaketës. Sigurisht, tha ai, por para se të largohemi, dua t'ju them diçka. Policët u kthyen. Arjani tregoi shkallët ku kishte ndodhur ngjarja. Ky njeri nuk hyri rastësisht në shtëpinë time, dhe nuk është viktim. Ai ishte i ftuar nga pastruesja ime, pa dijenin time, për 5 muaj. Dhe ai ngriti zërin. Kam arsye të forta të besoj se është i përfshirë në aktivitete të paligjshme. Kam provat e mia. Dhe do t'ju dorëzoj. Elina humbi ngjyrën e fytyrës. Ai nuk është kriminal. Këtë do e shohim në hetim, tha polici. Arjani u kthye drejt saj. Ke 2 zgjedhje tani. Ose më thua çdo gjë që di për të, ose do zbulojnë policët vet. Dhe kur ta zbulojnë do jetë tepër vonë për të dy. Elina e ndjeu se tokës po i prishej ekuilibri. Nuk dinte më çfarë ishte e vërtet. Nuk dinte më kujt i besonte. Nuk dinte më kush ishte Redia. Kush ishte Arjani. Kush ishte ajo vet. Vetëm një gjë dinte. Tani fillonte lufta. Lufta për të vërtetën. Dhe lufta për Redin. Nata ishte bërë shumë e gjatë. Aq sa dukej sikur nuk do mbaronte kurrë. Elina ul në dhomën e marrjes në pyetje. Me duart akoma të njollosura me gjakun e Redit. Në xhamin e errët përballë saj ajo shihte vetëm reflektimin e vet. Një vajzë me sy të fryrë dhe duar që i dridheshin. S'kishte faj. Brenda vetëm disa orësh, jeta e saj që përmbysur në mënyrë brutale. Dera u hap dhe hyri një nga oficerët. Pas ti, Arjani, por këtë herë ai dukej ndryshe. I qetë, i përmbajtur, por në sytë e tij kishte diçka tjetër, ngulmim, vendosmëri, ndoshta edhe frikë, ndoshta një sekret. Çfarë do të ishte, nuk ishte më ai milioneri i hekur që e kishte parë në vil. Polici lëvizi një karrige. Zoti Kamberi, mund të uleni. Arjani u ul. Polici ndezi regjistrimin, pastaj u kthye nga Elina. Do të bëjmë disa pyetje të thjeshta, vetëm për të sqaruar rrethanat. A je gati? Ajo po dridhej, por po. A e ke njohur prej kohësh personin që ishte në shtëpi? Po, tha ajo me zë të ulët. Redia është i fejuari im prej 2 vitesh. Polici hodhi një sy te Arjani, si për të parë reagimin e tij, por ai nuk lëvizi as vetullën.
A e ke futur në vilën e punëdhënësit tënd me dijenin e tij? Jo, kur, tha ajo. Ai nuk do pranonte asnjëherë, por unë ne kishim vetëm atë mundësi të rinim bashkë. Policia ndërpreu. Përse nuk gjenit një vend tjetër? Elina uli syt. Ishte e turpshme, e dhimbshme, e vërtet. Redia nuk kishte para. Unë fitoja vetëm aq sa të paguanja qiran e vogël të dhomës ku rija me vajzën time. Ne nuk ishim hapësirë për privatësi, dhe ai nuk donte të dilnim në për hotele. Thoshte që ishte e shtrenjtë. Polici lëvizi shënime. Pra motivi ishte privatësia. Po. Arjani mori fjalën duke e parë drejte në sy. Po motivi I tij. Pse donte të futej në një vilë ku ai s'kishte asnjë punë. Elina e ndjeu që ai po e shtynte me qëllim këtë pyetje. Po kërkonte një reagim. Sepse donte të ishte me mua, tha ajo. Vetëm kaq. Arjani e vështroi për disa sekonda të gjata, pastaj u kthye drejt policit. Ju lutem, më lejoni të tregoj diçka, tha ai. Policia e lejoi të fliste. Redia nuk është I panjohur për mua. Ai hodhi dosjen mbi tavolinë. Prej muajsh kam vërejtur që dikush po përpiqet të depërtojë në rrjetet e mia të sigurisë. Jo dikush I zakonshëm, dikush I trajnuar, dikush me akses të brendshëm. Polici u drejtua. A thoni se është I lidhur me grup kriminal? Po, tha Arjani, ose me dikë që ka interes të fortë në projektin tim të fundit financiar. Dhe kur pash fytyrën e tij sonte, ai shtoi ngadalë, e dija që nuk ishte rastësi. Elina ju kthye me sy të zgurdulluar. Ti po trillosh. Ai nuk është kriminal. Nuk do bënte kur gjë të keqe. Polici ngriti dorën. Zotëri, a keni prova konkrete? Arjani I uli syt, pastaj u kthye ngadalë. Jo, ende. Polici mbylli dosjen. Atëherë këto janë supozime. Ne do ta hetojmë vetë. Elina mori frym për herë të parë më lirshëm, por Arjani nuk e la me aq. Ai u kthye drejt saj, duke folur shumë ngadalë. Elina, edhe ti ke qenë pjesë e kësaj, pa e ditur. 5 muaj në shtëpinë time. 5 muaj që ke mundur t'i tregosh gjëra pa dashje. Orarin tim, rrjedhën, vendndodhjen e njerëzve të mi, vendin e kasafortës, kodet e alarmit. Ajo uli kokën. E kishte bërë, edhe pse pa qëllim. Polici pyeti. Zonja, a ju ka pyetur ndonjëherë I fejuari për këto? Dhe ajo ndjeu trupin të mpakej. Po, shumë herë. U deshën disa sekonda të gjata para se të fliste. Po, polici shënoi diçka. A e kanë përdorur këto informacione për të hyrë në shtëpi? Jo. Ai thjesht pyeste kureshtje apo jo. Ajo e pa policin sikur kërkonte mbrojtje. Por polici nuk foli. Arjani mori fjalën. Kureshtja është fjala më e rrezikshme në botë. Kur futet në shtëpinë e një njeriu si unë. Elina ngriti kokën. Ç'do të thotë kjo? Arjani heshti përpara se të thoshte. Do të thotë se nuk ka qenë kur rastësi. Dhe as kureshtje. Spitali. Kur Elina shkoi te spitali, ajo mezi po merrte frym. Ju duk se po ecte në përëndër. Asnjëherë nuk mendonte se duart e saj do mbanin gjakun e njeriu që dashuronte. Në hyrje të sallës së operacionit qëndronte një mjek, I lodhur me fytyrë të rënduar. A jeni familjarja e Redit? E pyeti. Elina po qante tashmë. Po si është? A do jetoj? Mjeku mori frym thellë. E kemi stabilizuar, por plumbi ka prekur një arterie dhe kemi humbur shumë gjak. I kemi vendosur transfuzion. Është akoma në rrezik, por ka shanse të mira të mbijetojë. Ajo u përkul nga lehtësimi. Mjeku shtoi, por kur të zgjohet duhet të flasim. Ka një informacion shumë të rëndësishëm për ju. Ajo ngriti kokën. Çfarë informacioni? Mjeku lëvizi mjekrën, pastaj u afrua më pranë. Në xhepin e tij kemi gjetur një gjë që s'po kuptojmë. Një sebë dhe një listë emrash. Midis tyre është edhe emri yt. Ajo u ngrit empir. Emri im. Po. Elina mendoi se po rrëzohej. Çfarë dreqim po ndodhte? Ai kërkoi të flas me ty sapo të zgjohet, tha mjeku. Vetëm me ty. Rikthimi I Arjanit. Ndërsa Elina priste jashtë dhomës intensive, një hije ju afrua ngadalë. Ishte Arjani, por këtë herë jo me arrogancë, jo me të ftohtësi, jo me pushtet. Ai duke I lodhur. Si është? Pyeti. Gjallë, tha ajo pa e parë në sy. Ai ul pranë saj qetë në mënyrë të pazakontë. Elina të kuptoi që më uren tani, por dua të dish një gjë.
Unë nuk jam armik, as nuk jam njeri që vret pa arsye. Kam shumë armiq, më shumë se sa mund të imagjinosh. Dhe kur pash dikë të panjohur brenda shtëpisë sime, unë reagova si dikush që ka parë shumë tradhti. Ajo ngriti kokën. E di që ke parë gjëra, por kjo nuk ta jep të drejtën ti marrësh jetën dikujt që unë e dua. Arjani uli sy. Ndoshta, po jam gati ta mbaj përgjegjësinë time. Çfarë do të vendos drejtësia? Ajo heshti. Asnjëherë nuk kishte menduar se ai burri I hekur do fliste kështu. Por dua një gjë nga ti, tha ai. Elina ngriti vetullat. Çfarë? Kur ai të zgjohet më trego çfarë të thot. Sepse nëse ai është vërtet I rrezikshëm, unë dua të mbroj. Edhe nëse ti nuk e pranon këtë. Ajo I ktheu shpinën. Nuk kam nevojë për mbrojtjen tënde. Arjani buzëqeshi me hidhësi. Kaq e bindur je. Elina nuk foli. Kur Redia u zgjua. Alarmi I monitorit ndryshoi ton. Mjeku hyri. Pas pak, Elina u thirr. Mund të hysh. Ka kërkuar ty. Ajo hyri në dhomë. Redia I zbehtë, I lodhur me tubat e oksigjenit, I hapi syt ngadalë. Dhe kur e pa ai qeshi me vështirësi. Elina je këtu. Ajo shpërtheu në lot. Po, jam këtu. Jam me ty. Ai kërkoi të mbante dorën e saj, dhe ajo ja dha. Më fal, tha ai me zë të dobët. Jo, mos fol, tha ajo. Rri qet. Ai tunte kokën. Më fal për gjithçka. Duhet të tregoja më herët. Por s'munda. Ajo u ngrit në këmbë. Të tregoje çfarë? Ai mori frym thellë, me dhimbje. Elina, unë nuk jam ai që mendon. Nuk jam thjesht I varfër. Nuk jam thjesht njeriu që të dashuron, edhe pse kjo është e vetmja e vërtetë që mbeti e pastër. Ajo ngriti dorën në gojë. Atëherë kush je? Ai mbylli syt, pastaj I hapi ngadalë. Unë isha informator, për një grup që më detyroi me dhunë, me borxhe, me shantazh që të hyja pas njerëzve të pasur. Të mbledh informacion. Në fillim për të jetuar. Pastaj sepse nuk kisha rrugë tjetër. Elina si ra trupi. Jo mos. Por kur takova ty, ai vazhdoi, çdo gjë ndryshoi. S'doja të bëja më asnjë punë të pistë. S'doja të prekja asgjë që kishte lidhje me ty. As shtëpinë ku ti punoje. As pronarin tënd. Ajo dridhej e tëra. Pse atëherë pyete për gjërat e vilës? Për kamerat? Për oraret? Ai mori frym me vështirësi. Se më detyruan ata. Ata më kërcënonin. Do më vrisnin. Do të dëmtonin ty. Edhe vajzën tënde. Elina, unë s'kisha rrugë. Isha I mbyllur. Lotët e saj ran pa kontroll. Po uzbja. Emri im pse është në të. Ai mbajti dorën me forcën e vetme që I kishte mbetur. Ajo Seba është për të ardhmen tonë. Aty kam të gjitha provat e tyre. Emrat e njerëzve që më detyruan. Gjithçka që më bën. Dhe një mesazh për ty. Që nëse më ndodhte gjë ta dija se e vërteta do dilte në dritë. Elina nuk merrte dot frym. Dhe pse e kishe futur në xhep? Se po vija të largohesha. Për gjithmonë. Jo nga ti, por nga e kaluara. Doja të dorëzohesha te policia, të tregoja gjithçka, të dilja I pastër dhe pastaj të ndërtonim jetën tonë. Kuptoi vonë, por u përpoqa. Elina tashmë po qante me ngashërim. Dhe unë të solla në atë vilë. Të futa në rrezik. Jo, tha ai duke tundur kokën. Unë vet erdha. Se doja të shihja. Vetëm edhe një natë. Edhe një herë. Ai mori frym me vështirësi. Dhe të dua, Elina, edhe nëse nuk më fal. Edhe nëse unë nuk dal gjallë nga kjo. Ajo e puthi në ball, duke dridhur buzët. Të dua. Dhe nuk të lë vetëm. Kur? Dhe në atë moment dera u hap. Arjani. Qëndroi një qas duke I parë që mbanin duart. Sytë e tij u errësuan jo nga xhelozia, nga një bardhësi e çuditshme. Nga e vërteta. Dhe ndoshta nga lehtësimi. Dëgjova mjaftueshëm, tha ai. Dhe tani e kuptova që ti nuk ishe armik. As rrezik. As tradhtar. Ai u afrua pak. Po them këtë vetëm një herë. Ajo që ke bërë ishte gabim. Por e kuptoj. Dhe nuk do e çoj më tej. Elina ngriti kokën e tronditur. Çfarë do bësh? Arjani dha një frym të rënd. Uzbja. Ma jepni. Unë do e dorëzoj në duart e duhura. Njerëz që nuk janë të korruptuar. Nëse kjo histori duhet të mbyllet, do mbyllet drejt. Jo me hakmarrje. Jo me vrasje. Redia I dobët I dha shenjë Elinës. Ajo e nxori usbën dhe ja dha.
Ariani e mori me kujdes, si kur po mbante një bombë. Të mbaj përgjegjësi për gjithçka që ndodhi sonte, tha ai, dhe për gabimin tim. Pastaj ju kthye Redit. Më bëj një premtim, mos u kthe kurrë në atë jetë. Redia i dha një tundje të lehtë koke. Ariani u kthye për të ikur, por u ndalte dera dhe tha: Elina, je e lirë. S'ke më asgjë me mua. Asnjë ndëshkim. Asnjë borxh. Po do të kisha një lutje të fundit. Ajo e shikoi, e hutuar. Cila? Ai e vështroi butë për herë të parë si njeri, jo si milioner i hekurt. Mos se humb. Një dashuri si kjo nuk blihet, nuk blihet. Mbroje. Edhe kur bota shembet, sepse jo të gjithë kanë fatin ta gjejnë. Pastaj u largua. Pas 3 muajsh. Redia u rikuperua plotësisht. U vetë dorëzua. U bashkëpunoi me drejtësinë. Grupi kriminal u arrestua. Elina nuk punoi më pastruese. Mori një punë të re, e sigurt. Jetoni në një apartament të vogël, por të ndritshëm. Të lirë. Pa frikë. Dhe një ditë, teksa po hanin mëngjes bashk, dikush trokiti në derë. Ishte një zarf, pa emër. Brenda tij, një letër e shkurtër. Shpresoj që jeni mirë. Projekti im u mbyll. Jam jashtë vendit. Faleminderit që më mësua diçka që e kisha harruar. Njerëzit nuk duhen gjykuar gjithmonë nga frika. Ju uroj qetësi. Arian Kev. Elina mbylli zarfin dhe buzëqeshi lehtë. E shkuara më në fund kishte mbaruar. Dhe jeta e re sapo kishte filluar.